Dashur dhe mirë se po takohemi në emisionin e radhës rreth krimtarisë në televizionin Fontana. Sonte kam nderë dhe kënaqësi që në studion ton na nderon zotri Ramiz Selimi. Ramiz Selimi është autor i disa romaneve dhe premton shumë në botën e artit, po ashtu dhe ka realizuar shumë drejt këtij rrugtimi. Por më hollësisht dhe detajisht për të gjithë këtë rrugtim që ka rrugtuar zoti Ramiz, do të bashkë bisedojmë sonte në të ftuarin në studio. Zoti Ramiz, përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirë se u gjeta Marigona, ishte kënaqësia ime. Faleminderit për ftesën, i përshëndes gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Televizionit Fontana. Faleminderit edhe juve që gjetët kohën që të vini në studion ton dhe të flasim shumë çka rreth gjithë këtij rrugtimi letrar që keni përfshirë në disa romane, por dhe në planet të tuaja të radhës drejt letërsisë. Mirë po, para se gjithash, ne kemi pasur së fundmi edhe në promovimin e romanit të fundit, ku në atë pikë do të flasim pak ka fundi i bisedës, por si fillim dua një prezantim të shkurtër dhe një biografi të shkurtër se kush na ka ndëruar studion me letërsinë. Unë jam Ramiz Selimi, lindur në vitin 1966 në fshatin Pjetër si Jepërm, komuna e Klinës. Kam kryer shkollën e mesme në Klinë, pa në fakultet, 3-4 vite në fakultetin teknik, përse shkollën e mesme drejtimin matematikor, krejt diçka tjetër nga letërsia. Pastaj kom vazhdu studimet në Austri, në drejtimin business management, ku i kom përfundu me sukses, si edhe gazetarin. Në mod 2 fakultete i kom të përfunduar. 2 fakultetet. Kur rrugtuat drejt? Ne, do të thonë, ishte periudha e viteve 1988, kur vetëm kishte filluar situata në ish Jugosllavi të prishej, të shkatërrojë, ne një numër i madh i studentëve nuk ndiheshim atë sigurt, dhe kështu sidomos ata që merreshin me aktivitete ilegale, i cili isha dhune njëri prej tyre. Dhe në këtë farforme më kam tentuar do të tani të emigroj në Amerikë, mirë pa i pas sukses, pastaj jam kthyer, kam marrë pjesë në demonstratat 88-s, 89-s dhe tek herën e dytë kam emigruar me sukses në Austri. Zotri Selimi, a jeni nisur me qëllimin që të arrini të gjitha sukseset drejt studimeve, apo keni dashur që vetëm të largoheni prej situatës në Kosovë? Shumë përndet, qëllimi gjithmonë ka qenë që ne të largohemi për disa, do të thotë çaste ose momente ose disa vite, në mënyrë që situata të përmirësohej ose spaku të kishte ndryshime tjera, dhe kjo ka qenë domthonë qëllimi primar. Nuk ka qenë qëllimi primar që të ikun prandim të shkollohem, po ishin kushtet edhe të vështira ekonomike, këta duhet ta ceku, sepse në atë kohë është shumë e qartë që shumë familje, ashtu sikur e imja, kishin vështirësi ekonomike përpos atyre politike. Do të thonë, a jeni nisur me mendimin dhe me atë qëllimin që vetëm sa të stabilizohet situata dhe gjendja e shqiptarëve dhe do të ktheheni? Shumë e vërtet, do të thonë, se unë dhe me kom cek edhe diku tjetër. Ne shqiptarët emigrojmë jashtë, po jo vetëm ne, po sidomos ballkanasit emigrojmë jashtë, gjithmonë me atë qëllimin se një ditë do të kthehemi në vendlindje. Kurse kundërta është me popuj tjerë evropian. Ata emigrojnë në shtete tjera të botës për të mos u kthyer me kurrë. Për të mos u kthyer me. Dhe qëllimi im ishte, sepse nuk ishte qëllimi që të shprengulem dhe të mos kthehem. Mirë po, situata ka qenë e tillë që ne kemi gjetë veten në Austri dhe atje kemi krijuar, jemi adaptuar, jemi integruar mirë dhe nga këtu kemi filluar një jetë atje. Unë më njëherë kam vazhduar studimet, pastaj kam punuar si menaxher në kompani të sigurimeve. Si shkoi, si nisi rrugtimi i studimeve atje, kush ju hapi ndoshta një derë pak më të rëndësishme? E para ishte se unë isha në vitin 88, bile në romanin Dëshira e Djegur, e kam paraqit gjithë atë ngjarje që ka ndodhur. Atje edhe kom pas që gjuha është domosdoshmë çelësi i gjitha burimeve. Nëse e din gjuhën mirë, atëherë të hapet rruga vetvetiw. Dhe unë gjuhën gjermane e kam mësuar para se të filloj me studime, e kom mësuar në mënyrën tamam në atë nivelin që mund të studioj. Që të dashur. Po, që të mund të studioj dhe nga këtu do të thotë nuk kam pas pengesa, edhe pse financimin e kam bërë vet, kam studiuar dhe kam punuar njëkohësisht. Kjo ka qenë domosdoshmë ajo farë sakrifica shumë e madhe, mirë po dëshira e madhe ka qenë e imja që unë të punoj ato që unë kisha dëshirë.
Dhe vullneti ndonjëherë i mund të gjitha. Sigurisht. Kur ka lind pasioni yt për letërsinë dhe për të shkruar? Shumë interesant është sepse unë do të thotë si pasion e kam pas gjithmonë të shkruarit. Edhe sa isha këtu sepse edhe kur isha në nxënës e shkollës fillore kam publikuar disa poezi në revistat e kohës. Të viteve 70-ta. Dhe gjithmonë e kisha ishte disi sikur kishte, si ta them, ka qenë brenda meje praktikisht. Dhe në qastet në vitet e 90-ta, kur në Austri mungonte do të thotë një gazetar për të mbuluar shumë gjëra ngjarje që kishim në Austri, atëherë më lindi ideja që duhet patjetër ta përfundoj edhe gazetarin, sepse kjo ishte domosdoshme dhe përfundova gazetarin dhe shkrimi ka qenë gjithmonë pjesë e pandare e jetës sime. I kom dokumentu ngjarjet, i kom aktivitetet të mërgjimtarëve që ka pas në diasporë për shembull, por dëshira për me shkru libra akoma nuk ka qenë të unë, do të thonë gjithmonë ka qenë disi brenda meje, ka marrë formë ma vonë. Shumë ma vonë. Pa e nxjerrë praktikisht. Diçka e mbetur peng brenda. Ishte diçka që ka qëndruar në sfond brenda meje, për shembull gjitha ngjarjet gjitha ato, dhe tek ma vonë ajo që më ka nxit me shkru ka qenë për shembull kur unë jam përballë me një problem shëndetësor. Atëherë kom pa që domethënë gjitha ato histori që i kam përjetuar, gjitha ato ngjarje është mirë të dokumentoj, të fus në libër dhe kam provuar një herë së pari me një biografi. Mirë po duke parë që biografia është të një personi jo i famshëm, sikur që isha unë, nuk do të kishte ndonjë efekt, vendosa që ta shkruaj në roman, ta konvertoja në roman dhe përmes formës romanit e parë që është diçka më e mirë dhe nga ajo biografi që fillova në fillim, dolën disa romane praktikisht. Disa romane. Po. Kur udhëza ju drita e artit brenda jush, edhe sa e ke pasur vështirë që ta adaptohesh nga një profesion? Në shumë ka qenë shumë i vështirë, do të thotë sepse sikur është një dallim i madh, do të thotë përpilimi një ngjarje, një opinioni ose një interviste në krahasim me romanin, sepse romani kërkon emocione, kërkon përshkrime, kërkon gjëra artistike, shumë të thella, që vetëm ata njerëz që kanë brenda vetes mund ta nxjerrin. Unë mirë po tek unë të dyja kanë pas një farë roli pozitiv, sepse unë isha një lloj opinionisti, një lloj gazetari që... Sa ke ushtruar profesionin e gazetarisë? Mi 20 vite. 20 vite. Qysh e ke gjetë veten brenda këtij profesioni? Shumë mirë, me vërtet jam një shumë i kënaqur. Çka e kompleton zotri Ramiz çit profesion? Për mendimin tem do të thotë gazetari duhet të jetë korrekt, kjo është e para, do të thotë gjithmonë duhet me qenë korrekt, duhet me qenë vetvetja, e dyta, dhe të jetë aktual me kohën, do të thotë kjo është shumë e rëndësishme, gazetari duhet të jetë ai dhe në asnjë formë të mos lakmoj. Domethënë mirë po lajmi apo e vërteta gjithmonë duhet të jepet rëndësi të vërtetës që dalë në shesh. Unë këtë e besoj dhe gjithmonë, prandaj një gazetar i mirë është gjithmonë aktual. Kurse një gazetar për shembull që blehet ose më të thoj sa themi blehet nga dikush, më parë janë më dopt, gazetar më dopt janë. Janë më të dobët. E ke ushtruar këtë profesion në Austri. Po. Çfarë dallimish ose krahasimi kishe me bë me ushtrimin e profesionit të gazetarisë dhe të hulumtimit dhe të lajmit në botën perëndimore me ato të Kosovës? Për shembull, a ka liri aq të tepruar sikur te na për me dhënë lajm? Unë besoj që gazetari në Kosovë do të thotë është një nivel më të lartë se sa gazetarët e shteteve përreth. Kjo e kam një bindje time, besoj që gazetarët në Kosovë janë të mirë dhe nuk janë shumë larg gazetarëve perëndimor, dhe pse tek tuk kemi gazetarët lloj-llojshëm, por shumica e tyre janë gazetarë me të vërtetë nivelit lartë. Gazetarit i perëndimit për shembull në asnjë mënyrë nuk i jep rëndësi titullit. Bombastik për shkak klikimeve. Kjo është, domethënë, këtu te ne kjo për momentin është një temë që shembull këtu më rëndësi ka një titull, po një titull për shembull i klikimeve se sa vet lajmi mbrapa. Kurse atje është e kundërta. Do të thotë lajmi duhet plasohet, lajmi i vërtet jo titulli.
Këto mirë po tash nëse bëjnë një krahasim me gazetarët e atjet, unë besoj që ata kanë një përpikmëri, një qasje, do të thotë ndaj shkrimeve më serioze. Kjo është ajo që i dallon pak. Dallon një pak, pastaj jo shumë, sepse me të vërtet ka ngritje të gazetarisë në Kosovë ka. Pa diskutim, edhe pse raporti i fundit e tregon të kundërtën, kjo nuk ka të bëjë me gazetarë. Gazetarët janë nivel, ato është raporti i fundit që thotë se gazetarët janë probleme tjera. Probleme shtetërore, politike tjera, po gazetarët kanë nivel më të mirë se sa të gjithë gazetarët. Edhe të na është gjithmonë një fakt që nuk është i duhur, që gjithmonë krijojmë armiqësi për faktet, për ndarje të televizioneve, të grupacioneve, politikave e tjera. Asnjëherë nuk kemi bashkëpunues dhe t'ja jepim hakun ose Shumë vërtet. Ta përgëzojmë ato që arrijnë kutimin. Do të thotë gazetarët, nështë unë e kom përmend disa herë, do të thotë neve akoma nuk e kemi arrit atë nivelin që edhe puna e gazetarit të shpërblehet. Kjo është problemi, domethënë ne kemi këto mangësi si shoqëni, jo vetëm në gazetari, por në gjitha drejtimet, në gjitha profesionet që kërkojnë ngritje të nivelit. Dhe këto ban për shkak të mungesës politikës me fill që kemi këto po stagnojnë. Edhe grim neve na duhet me ndryshu qasjen politike në këtë drejtim, edhe profesionet do të ngriteshin, edhe nga ona e pagesave, nga ona financiare. Edhe nga ona financiare, ashtu. Zotërin Ramiz, cilat kanë qenë temat të cilat të kanë preokupu ty, që të vazhdosh, që të shkruash, edhe shumë interesant të krijash në art. Po, shembull konkret unë e përmena pak atë farë situatën fragjile me shëndetin tim që e kisha para 10 viteve dhe vetiu gjatë asaj periudhe me erdhi si ide, thash gjitha këto këtë periudhë që e kisha kaluar, gjithë këtë histori, gjitha ato ngjarje që i kisha përjetuar mbeteshin jashtë, nuk dokumentoheshin askund dhe mendosa patjetër që duhet dikun t'i shkruaja. Dhe kjo ishte ideja e parë. Prandaj dhe lindi ideja që të merrem me romane duke menduar që atë biografin mos të fus persona mrena. Persona, sepse me romane mund të imagjinoj personazhet, mund të imagjinoj gjëra të ndryshme, edhe kisha dëshirë do të thotë me bëni përshkrim artistik. Dhe kjo ka qenë ajo që më ka shty, pastaj ngjarjet i kom përzgjedh. Domethënë ngjarjet që i kom përjetu vet, i kom përzgjedh ato që mund t'i kenë pasur shumica e njerëzve të mi, do thotë njerëzve nga populli jam këtu. Për shembull, asnjë ngjarje, nëse një ngjarje e kom përjetu vet, po mund mos e kenë përjetuar shumë, e kom heq nga libri. Edhe e kom marrë një që me të vërtetë kanë përjetu më shumë njerëz. Ke kalu në imagjinat? Po, në imagjinat jo, unë i kom shumë ngjarje, se ti kem ngjarje. Ta shembull konkret edhe ti si person ki ngjarje të lloj-llojshme që ke përjetuar në jetë. Mirë, po tash më morëm me përshkruaj për shembull një ngjarje, unë kom lexuar në vend një ngjarje kur i prindi im, ishte një javë para se të vdiste, erdhi qyqja, që i thojmë ne qyqja Kukuvajka, edhe këndoj ke para shtëpisë aty, dhe në atë moment ai filloi me bestytnin të tina, të thonë se jo po i ka ardhë me kënu se unë po vdes e tjere. Dhe tash unë si shkrimtar nga ajo ngjarje i kom nxjerr 6 faqe. Dhe këtu është ajo filozofia, do të thotë se ti ngjarjet ke secili ka shumë ngjarje, mirë po i përzgjidhi. Po sa mundesh me shtjellu edhe me po ngjarjet janë të vërteta. Nuk ka asgjë të imagjinuar në ngjarje. Imagjinuar janë vetëm emrat, personazhet. Domethënë tjetër nuk ka të imagjinuar asgjë. Kështu që unë i kam marrë të romani parë Rënjet e kujtesës, disa ngjarje nga femëria e hershme, që i kam përjetuar, pastaj nga shkollimi im, edhe deri këtë në përfundimin e shërbimit ushtarak. Zotëri Selimi, do të thonë libri romani i parë e përfshin një pjesë të ngjarjes personale tëndes ku ti e ke kaluar një rrugë një periudhë jo të mirë shëndetësore, ku dha aty ndoshta ka shpërthy brenda teje që të del në pa e gjithë krijimtaria jote që të mos mbetet peng, pasi që njeriu kur nuk është mirë me shëndetin, i vetmja gjë që mendon është që pas si çnoshet kam i qitë që ato çka i mon brenda vetes. Nëse shëndoshet, se gjithmonë na mendojmë që mos po shkojmë. Por cili ka qenë romani i parë, viti dhe titulli? Romani i parë ka qenë Rënjet e kujtesës. Unë kam filluar ta shkruaj siç e ceka pak më herë në vitin 2016 atëherë kur me të vërtet isha i shtrirë. E kam shkruar si biografi
personale, do të thotë në atë formën e ngjarjeve që i përpilojsha për gazetat, në atë formën të thjeshtë që shkruhet. Cila ka, domethënë, tematika kryesore? Tematika kryesore ka qenë, domethënë, unë tematika kryesore ngjarjet që i kam përjetuar unë. Prej moshës 7 vjeçare deri këtej në moshën 19 vjeçare. S'qen ka lehtë për ta njohur autorin. Jo, nuk është as pak. Shumë as pak lehtë. Edhe mirë po romani domethënë ka Sot filluar. bezdis fakti që të njohin njerëzit si autor përmes një libri me ngjarje të themshme. Pasi që unë shoh shumë poetë dhe shkrimtar që ezitojnë me i njoft njerëzit përmes vargjeve. E di, nuk është e lehtë, do të thotë, kjo me të vërtetë është vështirë, mirë, po unë njihem shumë mirë sepse jam kyp që jam. Unë nuk e kam as pak problem nëse gjitha ngjarjet, gjitha përjetimet, të secili lexues, nëse më gjen brenda librit edhe ma ka kujtuar atë jetën time, ato emocionet e mia, të femërisë hershme për shembull, nuk njem as pak keq. Ky jam. Unë si thonë nga Feniksi, praktikisht kam dalë dhe ngrit, dhe këto nuk më bëjnë as pak do të thotë inferior, por vetëm të vërtet njem shumë mirë se kom arrit, do të thotë ato ngjarje edhe i kom paraqitur në mënyrën origjinale Marigona, në mënyrën origjinale si kom pa unë ka kënd vështrimim. Dhe si thash në fillim pak si tregova, biografinë e kam kthyer deri në vitin 2017-18, domethënë në roman. Dhe kur dul pjesa e parë, Rrënjët e kujtesës, domethënë aty dolën 2 libra, Rrënjët edhe Dëshirë e djegur, në fillim hezitoja ti publikoja, sepse ku ta di unë se si do të pritesha etj, sikur që e kanë shumica autorëve fillim. Po, dronë, se si do të pritet etj, kështu që kam hezituar një 2-3 vite praktikisht. Atë merrem, mos merrem, mirë po dikur kam vendosur dhe kam thonë okay, le të del, edhe kur e parë se u prit shumë mirë, atëherë kam publikuar, e kam botuar në vitin 2021. Rrënjët e kujtesës. Si është pritur libri? Shumë mirë është pritur nga kritikët, por nga vlerësuesit është vlerësuar shumë mirë, dhe kjo më ka dhënë kurajë me vazhdu me tutje. Pastaj kam vazhdu me Dëshirë e djegur. Dëshirë e djegur është një roman im i dytë, i cili çka ka përfshirë që kjo se është një farë titulli, i cili bën fjalë do të thotë se në periudhën tash pas studimeve, kur unë doja të emigroja në Amerikë. Mirë po, për shkak që do të thotë si ta quaj, ka qenë një histori që dhimshme pak a shumë, sepse unë si një djali vetëm familje, pa vëllazën, do të thotë, motrat ishin të martuara, dhe tash ta lesh një nanë, se nanën e kisha invalide. Invalide ka qenë, ta lanë vetëm, edhe të emigroj në Amerikë nuk ka qenë një vendim i lehtë. E pastaj veç kësaj kërkohej edhe një financim i rrugës, që duhej patjetër t'i gjej ato të holla, tjetra ka qenë besa ku po shkon tek nuk ishte pak, sepse financimi kishte një kosto të lartë, dhe ne si familje, unë dhe nana nuk i kishim ato të holla ato timit, dhe unë kam rrezikuar shumë, kam lënë gjithë pasurinë peng, dhe të fqinjve tjerë, për me mujtë e më shku, pastaj kam hasë në trafikant jo do të thotë korrekt, kam hupur pasurinë, kam mbet në Vjen, do të thotë i dërmuar, dhe jam kthyer në shtëpitë që tash pa para, me tokë të humbur me të gjitha. Dhe këtu i kam përfshiktur, do të bën fjalë për një periudhë 3-4 mujore. Po, pasi që po thot aty edhe kthimi i trurit, pra që është një libër që prek një temë jetësore për të ardhmen e vendit, për kthimin e të shkolluarve, biznesmenëve dhe rolet e tyre për transformimin politik, ekonomik dhe shoqëror, përmes analizave të thella dhe intervistës me politikan. Kurse sa i përket do të thotë librit Kthimi i trurit, kjo ka qenë pak edhe si sugjerim i miqve të mi letrar, po dhe i njerëzve të politikës, sepse e dinin që më herët pse Kthimi i trurit? Tash të tregoj edhe ta tregoj mia, po domethënë ka qenë një dëshirë të gjithëve që unë kisha botuar jashtëzakonisht shumë shkrime, shumë opinione, shumë intervista në mediat kosovare. Sidomos për shembull në bota sot, aty ka qenë domethënë media ku unë kam publikuar shkrimet e mia. Janë shkrime do të thotë që janë botuar në vitin 2007 dhe në 2013-14 këtë periudhë, do të thotë i ka përmbledh gjitha këto shkrime, dhe atë kohë do të thotë pse, tash edhe tregoj pse kam titulluar Kthimi i trurit, dhe pse për shembull jam marrë me këtë publicistik. Unë e kam treguar edhe në medium tjetër, unë përpos që kam qenë do të thotë
menaxher i mirë, kom qenë edhe një aktivist i mirë, kemi pas një shoqatë shqiptar-austriake, me kushërinë e zotit Alois Mok. Alois Mok ka qenë një mik i madh i shqiptarëve, një mbështetës i madh i pavarësisë Kosovës. Dhe ne kemi arrit të sjellim në kohën kur ne nuk kishim ambasada, akoma, kemi arrit me sjell një delegacion të ministrave të Kosovës në Austri, nga 3 ministri. Do të thotë ne ishim një delegacion për 20 personave, si shoqat, duke pritur me ceremoni zyrtare nga kryetari i landit, pastaj në parlament. Do të thotë ne s'kishim ambasadë, një shoqat pja bëj një organizim tillë, me ceremoni shumë të lartë, në parlament nga kryetari i parlamentit, nga ministri i punëve të jashtme, etj. Mirë po, pasi i vizituam gjatë kësaj vizite një javore, vizituam shumë kompani me qëllimin e vetëm që të nxisim një bashkëpunim ekonomik mes Kosovës dhe Austrisë. Ata delegacioni shfaqet dëshirat e veta, preferencat, se cilin nga projektet mund të ishte interesant. Për shembull, për Kosovë, ne ju qasëm punës, i zhvilluam ato projekte, mirë, po kur erdhëm në Kosovë, e pam që pengesat janë shumë të forta, sepse ndryshoi qeveria, me ndryshimin e qeverisë, gjithçka u kthyen pikën zero. Kthehen pikën zero, fillon të prej fillimi gjithçka. Dhe këtu është një problem shumë i madh, unë mendoja, sepse nëse gjithçka kthehet në pikën zero, si do të mund të zhvillojmë gjanat, se qeveria mund ndryshohet çdo çast. Kështu që kjo më ka nxit mu marrë me opinion edhe politike, me dëshirën, edhe me atë farë idenë se ndoshta dikush do t'i lexoj. Edhe kështu që unë jam marrë shumë me tema, sidomos ka edhe tema psikologjike, për shembull e para që është ta ndryshojmë veten apo ta ndryshojmë botën. Më thonë se janë disa gjëra që më kanë shtyrë këtë temë. Po titullin pse e mora, sepse në atë periudhë, dikon në vitin e 2000, Irlanda Irlanda ka qenë një prej vendeve me aktuale, do të thotë prej vitit 2000 dhe në vitin 2010, do më thonë Bashkimin Evropian, si vend që kishte arrit një zhvillim të mirë ekonomik, që kishte arrit me i kthy mërgjimtarët e vet, do më thonë përmendej si vend me storje suksesi. Dhe unë si interesuar që isha, natyrisht bëra përpjekje çmos që t'informohem mirë se çfarë kishte ndodhur në atë vend. Do të thonë ta ditë, edhe u shfletova shumë gjëra, lexova, mora, udhëtova, edhe në Irlandë kam shku me pa vetëm atë vërtet çka ka ndodhur. Atje kishin ndodhur mrekullia, sepse kur e mora vesh që në vitin 1900 Irlanda i kishte 6 milionë gjysmë banor. Dikon emigrimet kishin ndodhur për shkak në fillim, për shkak të konfliktit në veri. Se kanë pas një konflikt ata në veri me britanest. Por emigrimet e shumta kishin ndodhur për shkak të korrupsionit, për shkak të nepotizmit, për shkak të selektimeve. Dhe ata nuk kanë bërë përpjekje të vazhdueshme me përmirësu diçka, janë futur në Bashkimin Evropian, po prap nuk kanë arrit me ngrit veten si duhet. Dhe në vitet 80, do të thotë 80 deri në 88, vendi ka met në pleqje plaka. Shumica janë shpërngul, kanë ikë prej vendit, sepse s'ka pas perspektivë. Dhe kur do të thotë në vitin 1988, kur ishin shpërngul për herë të fundit 100.000 banor irlandez, atëherë ka fillu me ka paniku Irlandën. Pse na po mbetemi pa njerëz, sikur tash jemi ne në Kosovë, ku i duhet vendi pa njerëz. Jo, absolutisht. Edhe tash ata thonë, okay, ç'a më bën, kanë provuar çdo lloj forme, si ka funksionuar, dhe përqin gjithmonë fatkeqësi vjen një person që e nxjerr vendin pe krizën. Në këtë rast, për shembull, në Irlandë zgjidhet kryetare Mary Robinson. Dhe Mary Robinson vjen nga një parti Labor, thirrët partia atje, Laborëve, edhe pse ajo parti kishte qenë pushtet më herët. Vjen po rikthehet, thotë shiqo, ne thotë në asnjë formë nuk do të veprojmë sikur se qeveritë e mëparshme, po as kjo partisime. Pse? Ne nuk do të shpërndajmë ndihma. Ne nuk do të ndajmë për shembull 100 funta, 100 euro, ose ku ta diunë, ndihma për personat e varfër, por do të investojmë në resurset njerëzore, do të investojmë në mendje, do të investojmë në njerëzit tanë më të mirë që i kemi jashtë. Dhe por si arrim me kthy këta njerëz? Pyet, ajo ka idenë e qartë, thotë ne do ta themelojmë një fond për financimin e tyre,
e themelon një fond, financimin e tyre, vitin e parë i kthen disa njerëz të fuqishëm, të thotë që kanë ndikim gjyqësor e tjerë, që janë me të vërtet ku duhet në profesione të ndryshme, i shes sukseset e para. Dhe unë jam bind që secila qeveri, për shembull, pa marrë parasysh në çfarë shteti është, janë të mjaftueshme 4 vite, sikurse ishin në Irlandë. Janë të mjaftueshme me pa trendin se në çfarë drejtimi po shkon vendi. Dhe në vitin e dytë ajo ja arrin me kthy edhe Microsoft. Në Irlandë, domthon kompania e njohur të Microsoftit, ja arrit me kthy edhe Google, me sedi dhe këtë në Irlandë, pastaj me kthimin e tyre fillon një kthim i hatashëm, një kthim i jashtëzakonisht i madh, saqë nga 2.700.000 që kishte mbet vitin 1989, arrin me i bë 5.400.000 prap. Domthon për 20 vite. Dhe aty hapën as shumë vende pune, sa që ma nuk arrin me imbulu ato vene punë pa kërku emigrant tjerë. Dhe tash Irlanda për një vendi që prodhon të emigrant, kthehet në një vend që i duheshin të merrte emigrant. Do i kishte pranuar dhe ndikon 700.000 emigrant të ri, domosdoshmë prej vendeve të ndryshme të botës. Dhe unë mendoj që edhe ne, edhe pse mentaliteti ndryshon, kemi aftësi të jashtëzakonshme që në bashkëpunim me kokat e mira që i kemi brenda, po edhe me ato që i kemi jashtë, ne mund të arrijmë gjëra të jashtëzakonshme në dobi të vendit. Në mënyrë që jo vetëm këta njerëz që i kemi brenda të mbesin këtu, por edhe ata që i kemi jashtë që duan të kthehen, që duan të kontribuojnë të jemi. Unë jam i bindur që Mary Robinson pas atë themelimit të atij fondi, duke e parë kthimin e fuqishëm, merr kredi, do të thotë në bankën për zhvillim dhe rinvendim, dhe jo pak për 100 miliard kredi, në mënyrë edhe ato jo në investimin e fabrikave, por në investimin e kokave, sepse kokat i ndërtojnë fabrikat. Pikërisht. Dhe këtu ka ndodhur do gjithë ajo, dhe ky ka qenë ai qëllimi im, pse unë kam emërtuar këtë libër Kthimi i Trurit, sepse kthimi i trurit, besoj. Ju pas ka për shtat. Po, për shtat, besoj unë besoj sepse edhe neve bilem një mik i imi në Prishtinë më tha kthimi i trurit, tha është i nevojshëm jo vetëm për ata emigrant që janë atje, po edhe për këta njerëz që i kemi këtu. Edhe për këta njerëz, kështu që ky po i përpothet edhe njerëzve këtu, se kemi njerëz për shembull që edhe këtu, kemi njerëz shumë kualitativ, kemi njerëz me vërtet që duhet t'ja japim shansën, duhet punojmë, duhet me vërtet ta duam vendin, po të kemi ide. Unë e përmend edhe një studio tjetër, thash që Austria si vend që është, i ka diko 301 miliard euro kredit borxhe. Po e kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm. Për shembull Linci, ku jetoj unë, i ka 207.000 banor, kurse i ka 250.000 vende pune. Do të thotë pse, sepse ajo është do të thonë që kërkohet hapja vendeve të punës, dhe ato kush i hap? Nëse shteti shembull konkret do të thotë punon këtë drejtim, krijon kushtet, krijon gjanat, jo barriera, jo gjanat ndryshme, për shembull neve na duhet më të vërtet në këtë drejtim të japim shumë. Pse mos formohet sistemi shëndetësor adekuat siç është në perëndim? Pse të mos bëhet sistemi pensional ashtu siç e kemi në perëndim? Këto mund bëhen. Këtë mund bëhen, po s'ka kush mi bëhen. Po, këto gjëra do të thotë pastaj kur të ekzistojnë gjitha këto, askush nuk tenton me ikë prej këto ojt. Jo, absolutisht. Askush. Unë nuk jam do të thotë një njerëz që mbështes atë fjalën njerëz tanë po ikin për një jetë më të mirë. Unë kam një thënie tjetër. Njerëz tanë po ikin për shkak të budallallakut politikës. Pikërisht. Po jo për shkak si po lipen jetë më të mirë, po budallallakut politikës, sepse politika nuk është në gjendje m'jau kriju për shembull një sistem shëndetësor që duhet. M'jau kriju për shembull një sistem pensional që duhet. Një sistem arsimor për shembull. Pse ne mos ta marrim sistemin arsimor skandinavis, të Holandës, ku me dhe atje mësohet shumë më tepër për shembull ana praktike jo teorike. Ne duhet i marrim gjonat që neve na konvenojnë dhe neve na ngrisin përpara. Ose shembull konkret, 100 herë kam thonë edhe prapë përsëris. Bashkimi Kombëtar është mirë, por ne kemi arritur në nivel më të lartë se Bashkimi Kombëtar, sepse shteti i Kosovës është pak më lart se sa Bashkimi Kombëtar. Ne Bashkimin Kombëtar nuk kemi nevojë të kemi barriera ekonomike për shembull me Shqipërinë. E heqim heshturazi, i heqim barrierat, tatimet, doganat, gjithë ato që ka dhe vetë ne me bashkohemi me kulturë, me ekonomi mjafton. Këto e gjona domosdoshmë që ne s'kemi nevojë me bëma shumë. Jo, pikërisht, vetëm ai zhvillimi Po nëse keni dëshirë, mundem edhe diçka me lexuka, mos na shkon emisioni krejt.
Si shumë, po, patjetër, do të lexojmë diçka. Ju keni sjellë disa romane me ngarkesë emocionale dhe filozofike. Si zgjidhni temat që trajton këtë romane? Dhe a mund me ndonë dhe një roman që ka qenë pak më sfidus për ju gjatë procesit Shembull shkrimit? konkret, për shembull romani i parë, do të thotë edhe pse është një roman kronologjik, Po. që mbulon domethënë një periudhë më të gjatë, ka qenë pak sfidë për mua, sepse nuk ishte do të thotë një diçka që aq e lehtë që unë vetëm ti përshkruaj ngjarjet. Ti përshkruaj Po, ngjarjet. ka qenë domethënë një diçka që unë kam pas dëshirë gjithmonë që romani kur të bie në dorë të lexuesit me pas një lloj ndikimi, me pas një lloj përshtypje. Dhe normalisht i kam përzgjedhur si thash të gjitha ato ngjarje që ma ka marrë mendja mua që mund t'i kenë përjetuar edhe disa njerëz tjerë. Që ta gjenë vetën. Po, që ta gjenë vetën. Dhe brenda tash, vargje. unë besoj fort. Për shembull, nëse merret periudha, për shembull, pjesa e fundit e librit, ku trajtohet tema e shërbimit ushtarak, ne kemi pas një numër të madh njerëzve që kanë përjetuar atë kohë në mënyrën më të vrazhdëmoshme dhe ata njerëz, për shembull, nëse lexojnë romanin, do ta gjejnë veten pa diskutim brenda saj. Ose për shembull kohën e periudhës kur kemi vepruar në ilegalitet si student dhe si nxënës, pra ata do ta gjejnë veten këtu. Si e sheh zotëre Ramiz zhvillimin e sipër të gjeneratat e reja dhe tek njerëzit që po japin sa të shumë për artin, meqense kemi pasur edhe promovimin e fundit të romanit, sa pa të interesuar në promovim, sa e sheti që jemi në zhvillim e sipër drejt këtij rrugëtimi apo jemi tu shku ndoshta shkak pak ndoshta fatkeqësi është pak edhe rrjetet sociale, por unë besoj se secili njeri, secili që e kemi, ka një histori të veçantë. Ka një histori që duhet, unë them, mos hezitoni, filloni, shkruani, sepse nëse unë kom arrit të shkruaj një roman, jam i bindur që secilit mund t'ja dalë. Mund t'ja dalë, vetëm duhet me ta ketë guximin, ta merr, sepse historia e juaj ndryshon prej temës. Ndryshon edhe secilit person ndryshon prej atij tjetrit dhe nuk duhet me thonë patjetër që ta kemi një metodë njëjtë shkrimit, secili ka metodën e vet, por guximin duhet ta marr secili. Ne kemi nxënës besoj edhe kemi student, kemi qytetar, edhe jo vetëm profesor, që kanë aftësi të mira, do të kanë aftësi, ne duhet ta kuptojmë kanë aftësi të jashtëzakonshme, por duhet t'i mbështesim ne, do të thotë që ata të vazhdojnë edhe me tutje të shkruajnë, edhe ata tjerë që nuk e kanë marrë akoma guximin, le të fillojnë, sepse kjo është me të vërtetë diçka që duhet të mbetet. Ai që din që ka një histori të dhëmshme ose çfarë do ta ketë, duhet ta dokumentojnë me libra, me letra. Pikrisht për këta arti është shumë gjërësh. Është shumë e vërtetë. Pasi që secili ka ngjarjen në historitë e veta. Sa i përket promovimit, promovimi ka qenë në nivel shumë të mirë dhe unë për veti e falenderoj nga këtu kryetarin e komunës Klinës, zotin Zenun Elezaj, i cili e morë përsipër do të thotë organizimin e promovimit, por edhe financimin e botimit, edhe kështu që unë për veti do të thotë kam një ndjenë shumë të mirë, sepse kjo, çfarë ka bërë komuna Klinës, duhet ta bëjnë edhe shumë komuna tjera. Unë gjithmonë e marr Klinën si shembull pozitiv në Kosovë, sepse duke njohur shumë komuna tjera, Klina me të vërtetë prinë. Krinë për në shumë gjana, prinë është para tjerave. Dhe besoj unë fort, edhe komuna tjera ka do të autor të mirë, që ne duhet t'i mbështesim, që kanë nevojë të promovohen, sepse nëse me të vërtet ekziston një vlerë dikon, mos të mbetet në sirtar, por të dalin sipërfaqe, kjo është shumë e duhur, shumë e nevojshme. Promovimin në anën tjetër ka pas vizitorë të mirë, domethënë të fuqishëm, njerëz të artit, të kulturës, ka pas të ri, dhe kjo më ka bën shumë krenar. Këtë më me ata njerëz dhe kom një vetën shumë mirë, kom një. Pikërisht. Çka ke përzgjedh që të interpretosh? Unë nuk e kom marrë sepse unë thash edhe pak më herët në librat e mi, mu më duken sikur thesari. Po e futë dorën, ku ta preksh e ki ari. Kështu që e marr një pjesë dikun, po mendoha dukum ta shohim dikun kafuni se unë çashtu e kam mendimin. Kur ikën tek Bieshka, para kullës së vrojtimit, ndezën reflektorët. Gjithçka vrehej si në pikë ditës. S'kishte njeri të gjallë që shqetësohej.
Vetëm atëherë kur rrahën krahët një grup shpezësh, të cilat u friksuan nga dritat, ranë sy dhe vesh, se aty kishte edhe gjallësa tjera. Pas japën dyert e depos e kuptuan se askush s'ishte brenda. Aty mbretëronte një qetësi absolute, ku përpos oficerëve që jepnin urdhat e tyre, her pas her dëgjoi edhe një erë lehtë, e cila shkonte gjethet e shkurrëve duke prodhuar një fërshëllim të mbytur. Dardani e vështronte me vëmendje kullën, por dhe terrenin gropa afër saj. Njëherë nuk ju duk asgjë interesante. Pastaj kur vuri re ca vrima nga plumbat e automatikut, ikut kontrollonte hapësirën nga brenda. Poshtë dhe në anën e majt kishte ca njolla gjaku. Kulla është për plot gjak, i tha Dardani shokit kroat Damirit. Kapteri dushku e kishte dëgjuar dhe e kërcnoi me shumë egërsi se që të largohet me njerë nga aty, pasi mund të shlyen të gjurmët. Nuk ishte në rojti, e pyeti të merruar kapteri. Jo, pas dhimbjeve të zgjurit mora lejen nga mjeku, ja ktheu Dardani, pa e kuptuar se çfarë hile kishte brenda. Idiot, ik në djalë të mallkuar, e kërcnoi dushku me sy të zgurtulluar tërësisht jashtë kontrollit. Kjo është punë e ekspertëve dhe ekipit zbulues, pse fut hundët gjithkohon, i bërtiti përsëri ai. Në mënyrë që të mos hynte në ndonjë konflikt verbal, Damiri e tërhoqi djalin nga krahu. Të nesërmen Nemanja u shfaqi lodhur, për gjumë në organizon. Thanë se ishte njeri me fat, me që kishte të shpëtuar, që fshehur në bjeshk nga terroristët e imagjinuar, madje Damiri spekulonte se Nemanja si djalë nacionalist dhe qetnik mund të ketë zbatuar ndonjë urdhër dhe nuk dije nëse ai mund të ishte dorasi. I tha shoku, këtu e kam paraqitur një rast, një shqiptar, do të thotë në kazermën ushtarake, ishte vrarë praktikisht nga dikush në roje që nuk dije se kush e kishte vrarë. Edhe pse ai ishte organizuar te Damiri thoshte se atë njeri e kishte vrarë një ushtar, një kapter, oficer serb. Edhe këtu do të thotë janë disa ngjarje shumë interesante, unë mundem me vazhdua, do me tutje me lexuar pak që doni? Ose si tashin ju. Kurse Jani ishte plagosur, Jani ishte një shqiptar prej Dibre. Njëherë ushtarët thanë se nga plagët e rënda vështirë që do të mbijetonte, por më vonë thanë se ishte me fat, pasi nuk i kishte dëmtuar organet vitale. Dhe pas qëndrimit një mujor në spital, ai kishte arritur të shërohej plotësisht. Janko kishte marrë informacion nga shokët se Nemanja duhet të ketë pasur një uri për aksionin, pasi i kishte kërkuar me ngulm Janit që ndronte në pikën e pasme, saqë nga mos pajtimet dhe konfliktin verbal e kishin dëgjuar dhe ushtarët që tërhiqeshin nga roja. Ishte e kuptueshme, pasi ai që ruante në hyrjen e depos kishte një dritë, me të cilin mund ta dallonte rrugën dhe hapësirën e pastër përballë. Kurse tjetri që shërbente në errësirë, detyrohej të vrojtonte nga kulla, e cila gjende në mes të pishave dhe secili terrorist mund të futej pa e dalluar deri në 10 metra afërsi. Ishte vetmja pikë me rrezik të lartë, ku patjetër duhej të ruheshin 2 persona. Pas vetëm 2 netëve, i erdhi koha dhe Dardanit ta sprovonte atë pikë të shumë përfolur. Komandanti si partner roje parej orës 2 të natës deri në 6 mëngjesit ja kishte caktuar serbin Novak. Kësaj radhe Mitevski ishte më i sakt, pasi ndau detyrat në barak, duke i thënë Dardanit se ai ruante te kulla. Hajt nisu tash, marsh te kulla, i tha Novaku në momentin kur rreshter dhe një ushtar me rojën e vjetër morën rrugën drejt barakave. Shihemi pas 4 orëve, ja ktheu Dardani. Nuk është e sigurt që do të shihemi, pasi atje që gjendet djalli. Djalli i cili është inatosur me shqiptarët dhe po i përpin ata pa mshirë. Dardani e vështroi me pabesi. He, bera humorit, tha përsëri Novaku. Te kjo depo djalli është i parëndësishëm dhe kujtoi se rreziku është vetë njeriu, ja ktheu Dardani. Ik tani, mos diskuto me mua, se ta fus një plumb, tha Novaku. Dardani habitur i hodhi një vështrim duke i besuar fjalëve të tij, pasi mendonte se vërtet ishte në gjendje të vriste kolegët e nacionaliteteve tjera. Kjo është fjala për Novakun. Këtu do të thotë vazhdon me tutje, shkrimi kur Dardani i shpëton për pak do të thotë pabesisë e Novakut, edhe pse ky e kishte lshuar kullën dhe kishte qëndruar 20 metra larg kullës, ishte i mbari, dhe ai e kishte qelluar kullën, Novaku por nuk kishte asnjëri aty brenda. Dhe këto ngjarje janë më të vërtet ngjarje që kanë ndodhur, ngjarje reale, ngjarje të vërteta. Për ata dhe është mirë që t'jenë nxitës lexuesit të lexojnë, pasi që
vetëm prej ngjarjeve Shumë e vërtet, shumë e reale vërtet. që ju i transmetoni vërtet. aty, ne mund ta mësojmë historinë Shumë e e vërtet, Kosovës, shumë e vërtet. edhe të gjithë korave të shqiptarëve që ne vetëm sa i kemi përjetuar shumica. Zotri Ramiz, planet të cilat ti ke për jashtë këtyne 3 romaneve, si je me poezin të pyes pak? Me poezin nuk jam edhe fort kesh, mirë, po me të vërtet duke qenë si gazetar. Gjithmonë do të të marrë me tema tjera. Edhe nuk më ka tërhek aq fort sa romani. Dhe tani i kam 2 romane të përfunduara. Njëra gjendet botim, dhe mund t'ua tregoj edhe emrin. Thirrët e kam titulluar Shpirti i plagosur. Bën fjalë pikërisht pas kthimit nga dëshira e djegur, kur Dardani gjendet para vetvrasjes. Do të thotë se kishte humbur pasurinë, kishte humbur gjithçka dhe nuk e dinte ta gjente veten. Dhe është një libër me të vërtet shumë i dhimbshëm, pak a shumë dhe libri i 4 i cili po ashtu po pret, hijet të shpresës kur Dardani më në fund e gjen veten. Ja, është rrugtimi i gjatë, sinqerisht rrugtimi i gjatë. Kështu që unë jam gjithmonë duke punuar, mirë po sa i përket poezisë, besoj, ky është mendimi im, dhe ajo është një rrugë jashtëzakonisht e mirë po përderisa i kam disa ide, do të shkrimit romaneve, nuk do të tërhiqem njëherë nga romanët. Kur të përfundoj do të rrugtimin tim të ideve, do të përkthehem edhe poezisë. Deri në fundin e ngjarjeve. Po bile më tha njëri, tha aty, tha sa romanet duhen me dalë me Dardanin. Tani për tani janë 6. 6 romane me Dardanin, do të thotë janë vëllime, njëri pas tjetrit. Dhe kam edhe një libër tjetër me tregime që e kam gati për botim, po do të dalë edhe ky. Edhe këto tregime bile një kam lexuar një pjesë, e kam lexuar në Rozhajt, e ora e maleve. Po si keni kaluar atje? Mirë shumë, kam kaluar, shumë mirë kam kaluar, kam lexuar një tregim për aktualitetin e tanishëm politik. Shtëpia pa zemër, që la përshtypje të mirë, madje kryetari i shoqatës shkrimtarëve e kishte publikuar shkrimin edhe në faqen e tyre dhe në revistën e tyre, dhe kjo me të vërtet më bën shumë krenar, kështu që ky libër me gjitha këto tregime të shkurtra që janë do të dalë pas romaneve. Pas romaneve. Po. Okej. Zotri Ramiz, kur e keni kohën që ju ja kushtani shkrimit? Shkrimin kryesisht e bëj paradite, gjithmonë. Do të thotë me mëngjes, më duket sikur jam me i kthjellët në kokë, dhe në atë kohë më kujtohen edhe fjalit më mirë, sepse unë thash janë 2 gjërat tërësisht kundërta, oratoria dhe shkrimi. Me shkrim, për shembull, kam mundësitë lloj-llojshme. Unë kujtohem, mendohem, fshi, shkruaj, përsëri e heqi, e përmirësoj. Kurse oratoria është diçka që është më e vështirë se sa shkrimi, për mendimin tim, sepse në momentin që ti e nxjerr fjalën nga dhëmbët, ajo fluturon. Unë do të shkruaj rregullisht paradite, megjithëse nganjëherë, po jo më tepër se 4 orë, nuk shkruaj asnjëherë. Asnjëherë. Domethënë 2 orë shkruaj mëngjes, dalë pi një kafe me shoqni, pastaj ulem edhe 2 orë tjera. Dhe në mbrëmje lexoj gjithmonë, lexoj diçka. Lexoj romanet, edhe kryesisht romane. Thash për shembull Gabriel Garcia Marquez e kam lexuar të tërën, dhe ai ka ndikuar ndoshta në shkrimet e mia, ose Fyodor Dostojevski. Për shembull ka ndikuar pa diskutim ata 2, por mu më pëlqejnë edhe pse janë shkrimtarë rus, janë të jashtëzakonshëm, ose për shembull Grimin, ose shkrimtarin austriak Thomas Brezina kam lexuar shumë, i ka dhënë dikon 500 vepra. Domethënë janë njerëz që Por rinia sot, sa mendon që janë duke lexuar? Është interesante, kam përmend edhe dikon tjetër, kam bën një lloj hulumtimin perëndim, e kam bën dhe kam pa që shtetet e ndryshme në Evropë lexojnë akoma libra. Për shembull Gjermania, Franca janë aty te niveli 72% leximit, Spanja ishte pak më mirë se këto, kurse Estonia ishte edhe më mirë, edhe më lart se tjerat. Ne ballkanasit nuk jemi në listat e tyre, për serb janë edhe kroat, po ne poshtë nuk jemi. Do të thotë po ne ku jemi? Nuk jemi në lista, nuk jemi akoma në lista, nuk jemi në lista akoma. Mirë, po unë besoj se dje ose pardje pash që e kanë kuptuar edhe shtetet më moderne, shtetet më të zhvilluara me standarde të larta, siç është Suedia, po largohet do të thotë nga jeta elektronike,
në shkolla, për shembull, kanë marrë vendim qeveria që telefonat, kompjuterët e gjitha deri në përfundim shkollës mesme të mos përdoren më, por të kthehet ajo mënyra me letër, të kthehet ajo mënyra e shkruarit, sepse kjo është ajo që ata besojnë i ka kthy mrapa, domethënë elektronika i ka kthy mrapa dhe kanë met përmas, kështu që ata e kanë kthy të parë dhe besoj unë me kohën edhe ne do të kthehemi anena, edhe jam i bindur që do të trit sepse unë i ndaj tek ne, i ndaj edhe gjeneratat. Nëse merremi për bazë, të kemi për bazë gjeneratat e viteve 70-80 kanë qenë me të vërtet studentë dhe ata që kanë diplomuar në atë kohë kanë pas vlerë të jashtëzakonshme. Edhe pse ndoshta një pjesë e tyre ka qenë edukuar në mënyrë teorike, prapë kanë pas vlerë. Kurse këta që kanë studiuar në vitet të 90-ta kanë deficite, jo të gjithë, po kanë deficite pak, edhe në 10 vjetorin e pas luftës. Kanë më tepër deficite, kurse të rit besojnë që do ta marrin veten prapë. Do ta marrin. Pa diskutim. Pasi që jemi edhe në fund të intervistës, dua të bëj edhe një pyetje. Po me pjesën e komunikimit apo të shprehurit të gjuhës letrare, ku qëndron pak a shumë rinia tek ne shqiptarët? Unë besoj ky është mendimi jam, ne në Kosovë jemi pak të hendikepum për shkak dialektit. Unë besoj fort se njerëz për shembull janë ata që nëse flasin të shtëpia dialektin, gjithmonë do ta kenë në Gjerman jetojnë Hinterkopf në prapavi, gjithmonë atë formën, pse unë nuk e flas gjuhën letrare drejt. Edhe ai që lexon, për shembull, ne duhet t'i largojmë profesorët, sepse e kanë përditmëri, do të thotë përdit flasin me nxënës, se kanë pak më lehtë. Se sa për shembull ne që flasim me rrallë. Dhe e flasim për shembull ku ta dione për çdo ditë dialekt të shtëpia. Nuk është e lehtë për shembull me dal automatikisht me kthye për herë sikur me qenë një gjuhë tjetër është. Unë besoj se kjo ish desht me u instalu më tepër nëpër shkolla, që edhe ne gradualisht ta përdorim më tepër gjuhën standarde. Unë besoj, kjo është mendimi im, sepse kujtoj se ne shqiptarët jemi një kombë. Dhe edhe pse i kemi dy shtete, prapë unë e shoh në Austri, Austria për shembull është një popull gjerman, edhe Gjermania është një popull, e kanë gjuhën gjermane, janë të njëjtët, gjuha gjermane standarde flitet si në Gjermani si në Austri. Domethënë mirë po dialektet akoma i zbatojnë, mirë po në thash që në shkolla është mirë sa më shumë të zbatohet gjuha standarde. Kjo është shumë e durë. Ndoshta është pak edhe ajo problemi që ne nuk fillojmë prej qasja qysh në familje. Po kjo është problemi shumë i saktë. Nëse flas për fëmijët e mi, e shoh djalin, është shumë në gjuhë standarde anan ka gjuha në pjesën e komunikimit dhe kjo më bën më një mirë, pasi që kur unë i thom nashti do shpreje, do fjalë që s'bën me i thonë, ai ma tërheq vrejtjen mua dhe më thotë që s'bën me thonë që ashtu, po që është shumë e vërtetë. Pak dallojmë edhe pjesa e komunikimit të rajoneve. Tash nëse flasim për anën tonë, Kline, ende jemi të nvarur prej fjalëve tyrqe ndoshta. Po shumë, domethënë barbarizma kemi plot, kjo pa diskutim, domethënë kemi fjalë ato nuk heqen as lehtë. Unë bile kam një artikull aty shumë. S'është problem ndoshta me i kthy disa fjalimi i kthy në gjuhë letrare, edhe nëse shumë saktë. Mirë, po kjo duhet me shku në mënyrë të organizuar, do të thotë mënyrë të organizuar kolektive. Nëse ne fillojmë nga familja, nëse ne fillojmë nga shkolla, vetë kjo shkon të ndryshu. Unë thash, edhe njerëz që lexojnë rregullisht, nëse gjithë ditën e gatë do të thotë ki komunikim familjen në dialekt, prapë do të çalon dikon. Do të çalon, se është problem, se nuk mund të shmeru gjuhën standarde vetëm për rrugë. Po, kurse profesori e ka me lehtë. Ka me lehtë. Gjithë ditën e ka. Po unë besoj shumë si këto gjëra do të përmirësohen. Unë kam një apel të gjithë ata që na dëgjojnë, ne duhet ta duam Kosovën më shumë se shtëpinë tonë. Se shtëpinë private që kam. Pikërisht. Ne duhet ta kuptojmë se ky është vendi ynë dhe ne duhet t'i qasemi vendit me ato forca dhe me ato mundësi që i kemi, secilin në mënyrën e vet të kontribojë, sepse unë thash edhe në atë artikullin që lexova në Rrozhaj, njeriu nuk matet në fond për diturinë sa din, por për atë se çfarë vepron. Çfarë vepron? Ato janë ato gjëra po. Hapjen e trurit s'mund t'ja bëjmë as kujt. Njëjtë është kjo sikur pjesa e
Të dashurnit që thojnë shumica njerëz që unë nuk du me gojë, du me zemër, po na Shumë pjesën e sakt. zemrës nuk Shumë du mi sakt. hap Shumë kërkujt sakt, me shumë ditë sa po dën, njeriu me mënyrën e të shprehurit dën edhe s'dën. Shumë Ajo vërtetë. është shumë Zotri Ramiz, diçka për fund për planet të tua të ardhmen dhe për kontributin tënd Unë drejt. jam riadësuar të themin thojza, apo pse them thojza, sepse gjysën e vitit, me tepër se gjysmën e vitit jetoj në Kosovë, Po. herë ndodh 7 muaj, herë 6 muaj, kurse pjesën tjetër në Austri. Për atë arsye dhe them jam riadësuar. Mirë, ajo është diçka. Kështu që unë jam praktikisht me 2 drejtimet, jetoj edhe në Kosovë dhe në Austri, dhe planet e mia janë të jemi sinqert të depërtoj në tregun evropian me romanët e mia, dhe një farë ndjenje kam që do të provoj, do të bëj çmos që këto libra të përkthehen në mënyrë origjinale dhe të shohim pastaj, nuk mos flas më Kur shumë. punon, arrin, Po, ndërkombëtarisht. kështu që është e mirë, për shembull, jo vetëm pse janë librat mi, mirë po është e mirë ne të kemi romane nga autorë tonë që kanë vlerë, për shembull, pse jo në Perëndim, ne e kemi një Ismail Kadare, që është shkritur, ndoshta është përkthyer në 40 e kusur gjuhë, do të thotë 40 e diçka gjuhë, po është një prej autorëve domethënë që lexohet edhe në tregun gjerman, tregun francez, tregun spanjoll, kurse autorë tjerë që i kemi lexohen më pak ose fare pak. Edhe unë shpresoj që një nga autorët të rit lexohet edhe të ndalmen. Pse jo? Ashtu qoftë. Pse jo? Kush do të jetë, le të jetë ai, kush do të jetë. Nuk po them për veti, por le të jetë kush do që. Le të jetë kush do që të jetë kime ndi krenari. Zotri Ramiz, faleminderit shumë për kohën tonë dhe që ndave shumë çka me neve bashkë në sotja. Koha është kaq, sepse njeriu kur flet për romane ka të flas shumë çka. Ishte kënaqësi Marigona, me të vërtetë erdha me dëshirë dhe shpresoj që dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Fontanës ti lexojnë këto romane, është e mundshme t'i gjejnë në libraritë e Kosovës, por edhe në Shqipëri të Artinin, në Tiranë mund ta gjejnë. Okej, bukur shumë. Faleminderit shumë. Suksese rrugtimeve të romaneve. Uroj që të lexojnë shumë të janë të interesuar, shumë që t'i kenë në shtëpit në libraritë e tyre. Faleminderit shumë Marigona, ishte kënaqësi. Uroj që edhe ti të futesh në tregun ndërkombëtar me romane. T'lumt goja. T'lumt goja, faleminderit shumë. Kemi me qenë prapë në studio kur futeni. Ta shohim, pse jo me dëshirë. Edhe tjerë mbrapa. Me dëshirë Marigona. Faleminderit shumë për kohën tonë, dhe unë të dëshiroj shumë suksese. Ishte kënaqësi e ime vërtet. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirë takofshim në emisionet e radhës. Natën e mirë.